Paulin Maqaj, Lulzim Fushamani dhe Albert Paloka rrezikojnë të dënohen me burg pas protestave që organizuan për dhënien e dëmshpërblimeve për banorët e përmbytur të Shkodrës. Prokuroria ka rihapur çështjen dhe tashmë kërkesa ka mbërritur në gjykatën shkallës së parë, nga ku kërkohet dënimi i organizatorëve të protestës. Disa prej protestuesve të asaj kohe janë kundër rihapjes së çështjes dhe akuzojnë se kjo është një lojë politike. Kaq fort kërkon me ul këtë popull zotni, sa një person cili do qoftë që e ka marrë përsipër me organizu këtë protest, me kërku drejtin e vetë, me kërku shtetit me zbatu ligjin, edhe këtë se dëna me fut në burg. Vetë prokurori që është me zbatu ligjit, aja tu është shkel vetë, ku që ka është një dinaj. Ashtë mëllë qeshtet e 18 muj, se në pas ka shkel ligjit Pavlin Maqaj. Me që mëllë të 18 muj, mas 18 muj duhet me hapë. Veç kërkojnë me shdokusht i popull, me i mëllgojnë mos me lanë me dalë në protesta. Pavlin Maqaj nuk ka bon asë një gjë. Ku një kohë që qeshtja o mëllë prokuroria për që bani. Këtu ka çështje politike që butën mërën, se kush e ka bë këtë punë, këtë mund të dinë prokurori vetë. Mos me bë protesta më edhe me nej aty. Pra kja është kanë kohë komunizmit, ta duhen me njëllë komunizmin prap, ja, s'mund ta njëllin më. Pse këtë organizatorin kërkojnë me fut në burg? Në rrallë parë politike, në rrallë dyta është çështja e inatit. Ja dhe me mëllgojnë edhe mu, mos me dorë me bëmë zanë. Organizatorin duhet me fut në burg, për çatës. Na kanë dalë protest, kanë thonë dëna drejtën tonë. Jena kundër shumë. Banorët tregojnë se me protesta kanë kërkuar vetëm të drejtën e tyre. Kena dalë me kërku një të drejtë, në bazë ligjeve që thot shteti jonë, asgjë më tepër se zbatimin e ligjit, të cilin e kanë premtu vetë ata me gojë vetë, qoftë qeveria më pashme, qoftë kjo që është sot. Asnjëherë s'kena kërku gjë më tepër shtetit, vetëm një ata që na takon. Përmbytjet e 2011. Qa kam pas më shpirtit, e para shpirtit tona i kam tret. Edhe ka thonë do të përgjigjet shteti. Dhe si keni marrë? Edhe s'kam marrë asë një qysh në 2010, 2 herë na kanë mërë. Tashmë gjykata e shkallës së parë pritet që të marrë në shqyrtim çështjen pas dosjes që ka mbërritur nga prokuroria për protestuesit që kërkuan dëmshpërblimet e përmbytjeve.